jo vetëm për LSE-n, por për autoritetet rregullatore, për vetë shtetin, për të plotësuar jo vetëm kuadrin ligjor, sepse gjithmonë nuk kemi ceduar për pjesën e pasjes së një kuadri ligjor të mirë, por zbatimin e tij, për të plotësuar standardet cilësore të tij. Mundësia dhe besimi që jepet shtetit për të qenë antar i Bashkimit Evropian presupozon që funksionojnë gjithë institucionet e tjera. Edhe LSE-ja gjithashtu. Por këtu në këtë moment i krijohet më tepër hapësirë në treg për të fituar më shumë mundësi për të bërë biznes vetë LSE. Por në një të kohë s'duhet harrojmë se dhe vetë bizneset tona duhet jenë të interesuar të rendin më shpejt në drejtim të listimit në bursë, sepse ato të cilat janë, pra aksesi do të kenë bursat e huaja në Shqipëri, apo ata që tregtojnë aksionet e tyre, apo shesin aksionet e tyre, do të kenë aksesin edhe për tregun shqiptar, do të krijojnë pastaj më pas mundësinë që të thithin dhe kapital nga shqiptarët që kanë para për të investuar në titull financiar. Prandaj duhet që të gjithë aktorët, pra shteti, LSE-ja, AMF-ja, por dhe vetë bizneset të vrapojnë për të hyrë sa më shpejt në këtë lloj kulture të kryerit të transaksioneve përmes bursës, sepse pas antarësimit, atëherë tregu do të jetë shumë më konkurrues për të gjithë këta. Dhe do të bëjë pastaj të mundur që ta shohin veten jashtë tregut.